Mirë se vini në Real People edhe sot. Unë jam direkt këtu në krahun tim me personazhin i cili do bëj një bisedë miq, të mirë. Patjetër. Të mira, sepse nuk bëjmë asnjëherë biseda të këqija. Patjetër. Por si e njoha unë Shabanin? Më vjen një mesazh të cilin dua që ta lexoj. Më vjen një mesazh sepse sa herë që ju ftoj dhe ju që të më shkruani, ja, kështu i gjej personazhet e vërtet. Më vjen një mesazh nga një djalë i cili quhej Ege. Dhe më thotë: Florisia, nuk lë emision tëndin pa ndjekur. Doja të të këshilloja një personazh shumë interesant, me shumë histori mbi supet e tij dhe një jetë tepër të vështirë. Quhet Shaban Kërçi dhe është gjyshi im, nga fshati Karavasta. Njeriu që ka ndikuar 90% në edukimin tim, dhe nëse do e intervistoje, do më bëjë dhuratën më të bukur të sot. Është nipi i madh që më ka bërë për herë talësh. Se po qanë. Është mjaft i dhënë mas nesh. Është periudhat e verës i ka kaluar këtu me ne. Vinte maj, vinte këtu, mirë po, në atë kohë. Ngulja kënd gjithmonë, sepse atje ku ishte në Itali, ishte edukuar me atë frymën e frikës. I thoshin që në Shqipëri bëhet nami, ka probleme, ka të vrasin, të rëmbejnë. Edhe i krijohet një farë frike edhe në kohën që unë e marrë këtu atë, u mundova me shumë sakrificë për t'ja hequr këtë frikë. Për t'ja hequr dhe këtë merak që ai kishte për ato gjëra që ja kishim brumosur në mendje të gjura në shokët. Është bërë djali mirë, më pëlqen se ka nip. Po kush flet keq për nipin, ë? Është i papar, jo. Takohuni edhe do jetë. E disa mesazhe që marr për herë Shaban, më shkruajnë shumë, edhe unë jam shumë i lumtur që njerëzit i shohin këto intervistat që unë bëj me personazhet e vërtet. Dhe shumë prej tyre, për thënë vërtetën, janë nipër, mbesa apo familjar, po dhe komshinj që njohin një personazh edhe më ftojnë që ta takoj. Po e ndjeva shumë të fort lidhjen që ti paske me nipin, se e kuptova që u preke dhe ti e përjetove. Si është emocioni kur bëhesh gjysh për herë të parë? Ishte papar. Ishte papar. Unë kam dhe 4 nipa të tjerë. Bile njëra është mbesollja e çunit mesëm, është laureuar për gjyqtare në Itali. O, sa mirë. Milano. Vërtet? Po. Po emocionin e këti jo. Ishte papar. Bëhen këta të tjerët xheloz që... Jo. Jo, nuk bëhen. Jo. Nuk ka xhelozi për gjyshin. Nuk kanë xhelozi për gjyshin, sepse qypat i ndejnë më shumë edhe krenohesha që dhe çuni ku ishim shtetur ne, çuni i vogël, për shembull Altina quhen. Nuk ishte shumë xhelos që rriste çuni i vllajt këtu. Bile e admiron atij vllaj. Kjo është gjë shumë e mirë. E admiron, ai qëndronte 3 muaj, 4 muaj këtu. Gjatë gjithë verës se kishte pranishëm këtu. Bile ka pasur një të fortë se nga ajo që kishte frikë i flinte me gruan. Thoshte, mirë po kur vati 5-16 vjeç, i tha, nëna tha, ik tha, fli me babën, tha se, me gjyshin tha se tani tha e rrita tha. Babaj më ka lënë të vogël, më ka lënë 11 vjeç, ka vdekur në vitin 1960. Kam një vlla dhe një motër. Bëhet fjalë, vllai ka qenë 3 vjet më i vogël nga unë, kurse unë kam qenë, motra ka qenë 3 vjet më e madhe nga unë. Vdes babaj dhe le nënën. Do me thënë, nëna ka ndikuar të këtu? Patjetër. Besoj edhe në edukim, për sa kohë që babait ka lënë deri në nëna me gjithë vogël 11 vjeç. Me gjithë të nusën e Xhexhait ka ndikuar prefekt, ishte ka qenë plak shumë e zgjuar ajo. Bilbët tregonin kështu, thoshin që
Në qoftë se nuk mande mend në njeri kështu, kur i kishe lindur djali, vini thoshin, ka danë, thoshte, kur më ka lindur djali muaj, thoshin, asaj plakës. Aq e fort ishte kështu Me memoria. nga memoria. Sa vjeç je ti, Sheba? Unë jam 76. 76 vjeç, ë? Ti vetë ke lindur në Karavastar. Unë kam lindur. Kjo është rruga praktikisht që ti ke bërë kur ke qenë i vogël. Po. Jam bërë shumë lëvizje, këtu ka qenë kam vullur kënd në atë kohë kur ndan tokat. Pse? Sepse s'dojnë të më jepnin këtu tokë. Ku kam lindur dhe thash unë ati Po pse nuk donin të jepnin? Nuk donin, se kështu po ndahesh sipas radhës. E thash unë do marr tokë, thash unë atje, dhe jo me shpresën se do beja shtëpi këtu. Po tu ta merja. Kot, kështu. Edhe ma plotson dëshirën ata. Pastaj bëj një stall lopësh, pata kam pas një 8 lopë. Edhe erdhëm këtu, flinim të këto dhomat këtu poshtë. Do me thënë ke fjetur ngjitur me stallët, me lopët. Me lopët. Pastaj, vash nga vash, edhe djemët e morën rrugën, ati eglit ka qenë në peshkim në atë kohë. Mirë po, peshkimi që koha që e kishte marrë këta Taldobares. Edhe ndër të tjera i thot ai Tahir Zela, përgjegjësi i peshkimit, i thot Arturit, i thot ty sot kemi planifikuar që do rrish këtu, i thot. Së mund të rri këtu, në thamë. Kështu tha nuk mund të rri, tha, dhe u largua nga peshkimi. U largua, iku pastaj, iku... Ishte kaq e egër ka qenë ajo kohë? Ishte shumë e egër, riste nuk paguan të kush. Pra ka dhe njerëz që janë vrarë edhe... Po, patjetër. Bile dikush aty në atë fshatin, aty pavajtu të thonë Karavastajare, një qenë qimë poshtë. Për një laf e goje e vran. Ose e vran. Po pse zotruan peshkimin? Kishte të ardhur pa para. Kishte të ardhur. Kishte të ardhur peshkimi, sepse ai peshkimi i Karavastas mande gjithë Tiranën. Ka shumë prurje ka, vërtet Karavastaj? Ka shumë prurje. Bile tani, ata që kanë ngelur janë ata që peshkojnë. Pastaj, këta u larguan, unë pa ta punuar me mjetë, në fakt, kohën që kam punuar, se në SMT kam punuar një 24 vjetë. Basi u prish sistemi, më thot, kam pas një drejtor, një Eduard Dervishi në SMT në Kolojës, më thot, do ta marrësh traktorin. E pa besush. SMT-a shteti në atë kohë më ka shitur 79.000 lekë, 79.520 lekë. Traktorin? Traktorin, një T28. E kam. Akoma traktorin? Po. Do me thënë ti ke rritur fëmijët me atë traktor? Me atë traktor. E pa parë. Kam bërë shpinë, atje te karburanti e kam bërë me atë traktor. Oh, wow. Shpinë e Arturit e kam bërë me atë traktor. I pa parë. Punon sot. E funksionon. Nuk po në mora një traktor. Shaban traktoristi. Nuk je larguar asnjëherë? Asnjëherë. Çunat po. Çunat janë larguar, por të ka dhimbs, ke patur dhimbje? Në dhem shumë që kanë ju. Po pse? E di që nuk do më kthehet më. E di. Sepse ata ka krijuar ku kanë vajtur jetën e tyre. Për shembull Arturi i madhi. Djali ka marruar, egri ka marruar për ndërtim. Edhe ka krijuar një brigadë ndërtimi aty ku është. Sa do rri, nuk e di. Është i dhënë brenda një viti mund të vi 5 herë. E kuptoj. Vjen. Por ama kthimi nuk konsiderohet. Jo, nuk e konsiderohet. Unë e mendoj këtë, mendoj që nuk është ti ke ndërtuar një shtëpi të madhe, nuk është një shtëpi e vogël dhe ndoli edhe bashkëshortja jote aty. Dhe jetoni vetëm ju të dy aty. Vetëm ne të dy. Këtu që gabimi që u bë gjitha investim aty.
Thoj hajt, unë ndërtu aty dhe. Do të pyes për këtë, se kam përshtypjen që kur je më i ri, Po, mendon ndryshe. mendon ndryshe. Dhe kur je sot mendon ndryshe. Sa mendime i kam ndryshuar vete një ditë më thot një shok thot do vish thot në një fshat të Fierit aty në Nënas duket. Edhe kur vajta në Nënas tash i kishte birë ferra mbi shtëpi. I kishte mbuluar ferra shtëpit. Edhe duke ikur me makinë për në Nënas Asturgës, Po. Thash, kjo ferra, thash, që ka birë këtu, do afrohet për pak vite dhe shumë, edhe në pragun tonë. Këto kanë qenë vërtet mendimet që pa? Po, pasaj, këtu kam ndryshuar mendim që thash, çdo gjë. Të ardhmen e ndërton rinia. Brezi, ky brezi jon gati e mbylli ciklin, bashkë në vash, po e mbyll ciklin. Kurse rinia nuk kthehet, derisa nuk kthehet rinia do të thotë që vdes. Një gjë kaq e bukur. Kur ke qenë 40 vjeç, ti vetë si e kishe menduar që do t'ishte pleqëria jote? Po nuk e mendoja një ditë që do ishte, me fjalë do kthehesh privat, do shikoje çfarë ferrash janë fanepsurët, gjithë e gërsira. Nuk e mendon dhe njeri se do përfundon të kështu. Po mendoja gjithmonë që edhe po të kthehet privat, do ketë një farë kulture. E të mbajturit të pastër, e të mbajturit, po s'ka një njeri për të mbajtur pastër këtë vend. Na ka dalë zonja që t'na presi. Shiko, më bëri përshtypje sepse kur takova tek dera përpara se të dilnim dhe të bënim këtë copës rrugë bashkë, e lajm që ta bënim kështu si rrugën e fëmijërisë. Tu afrua dhe të pastroj pantallonat. Lëna, si ke emrin? Beruze. Beruze? Kerqi. Wow. S'kisha dëgjuar emër Beruze. Edhe ndivja kur bërë analizën unë, më thanë që se kemi ndjurë këtë emër. Beruze. Të pas ka zgjedh nga emri më duket. Dua emër të veçantë. Mos më pëlqen emri im. S'të pëlqen? Ja. Pse? Nuk e di. Na është ishi veçantë. Se si do ta doje ti ta kishe pas emrin? Kishin tërë. Një emër, më thuaj një emër që të ka pëlqyer. Një emër. Ka plotë emër. Ka vetëm Beruze jo. Në zikje e gjetën anë ata emër se këto ishin 2-3 motra. Çfarë thua, ka shumë motra? Ka shumë motra. Po pse sa keni qenë familje ju? 15 fëmijë. 15. Wow. 3 vëllezër, 12 motra. Nga i njëjti bark? Jo, jemi 3. Ah, okay. Ka prur 3, ka gjetur 3. Këta tjerë të ka bërë. Ajo si tani, vetëm një. Janë dhe meli. Janë dhe meli. Ka fuqi, ë? Edhe që shemi rritur. Thuj që shemi rritur. Therte një zok, një cop krah, s'na të pronte. Po. Jo të hanjim kështu si që pa hanë tani. Ndërsa tani e lën krahun aty dhe tavolina nuk e ha, thot se ka i ndyrë. E heth qeni. Shiko, keni qenë një karaktere të ndryshme me njëri tjetrin? Nuk mendoj se kemi qenë të ndryshëm, po Në një vit më parës. Me një vitës. Një vit? Një jemi dhe se njësoj të dy. 52 vjet bashkë. Oh, sa shumë. Ja pa ishte të e falur vështirë. ca gjëra njëri tjetrit. Vërtet, ja keni falur njëri tjetrin? Po gjëra? patjetër. Po s'fale nuk ndërton dot familje. Ju bashkë si jeni njohur, Shaban? Ne me Lajms. A, me Lajms, ë? E mbani mend kush ka qenë Lajmsi? Po jo, kam curavë. Fak Malko nga Zharneci. Ajo Që dhuruat? asgjë. Asgjë. Jo, Faku ishte dhënri i asaj nusës Xhaxhait. Edhe vinte edhe ajo goca e Xhaxhait këtu, goca e çupës Xhaxhait. Edhe më sot
kam një, se këta kishte gocëhalle, gocëdaje. A i ishte çun halle. Shumë jam, po. Nuk është të them, për shembull, që se u bë me lejmësi dhe nuk shkon martesa. Dhe nuk shkon martesa. Po në atë kohë duket sikur çdo gjë vetëm me lajmësi bëhej. Kryesisht. Po Nuk kishte është se ka patur shumë dashuri. Edhe me dashuri bëheshin, sepse në atë kohë Dashuronjën në punë. Dashuronjën Që në punë. kooperativ, njifeshin me njëri tjetrin. njifesh goca dhe çuni. Tani është vështirësore që situata dhe është që vështirë. Po unë ishem kryeku që ishte në Karasta. Keni qenë larg. Venja. Po ty të kishte ardhur mosha që 22 vjeç. 22 vjeç e martu. Edhe babai i Eglit 22 vjeç është martu. Edhe Egli aq është martu. 22. E pas keni U jam marrë qatë ligën ati çuni. Sa i mirë që është ai. e ke pikë të dobët, ë, nëna? E kemi edhe ai na kanë edhe ne kemi. Vërtet, ë? Ka Po një pse, gocë, pse mërzitesh? Pse mërzitesh ti? ka një- Ti pse mërzitesh? Nuk mërzitem e kam nga dashuria. Edhe vetë mirë. Na mungojnë. Na mungojnë të tre çunat. Me gjithë edhe nipa, me vetë gjithë mirë. mesa. Të vetë morë janë gjithë në një edhe. Deri tani ne kemi ardhur anës vetë, kemi realizuar shumë gjëra vetë, po dhe shumë vështirë. E pa ta më ndoqën, se ne jemi aperur të dy në 2 herë. Keni bërë jeni dhe 2 jeni? vjetë rrjesht. I kam të dy gjunjë me manikata unë, Me proteza. me proteza. A i në qoj. Që nipi, Bravo. anit erdhën çunat. I ku që i erdhën çunat. Ja bereqafës. Po, Shabani, nga çfarë është operuar? Në hernie. Edhe ti? 2 herë që unë edhe të dy. Me pa dhe qik vështirë, sepse kur ngrihen në bën 2 katë që bledët, ngrej qik pesh. Se do lëvizësh aty, do punosh. Ndërkohë që doktori që të ka thënë, s'duhet? Tani s'duhet, po më shumë pash do t'i Do t'i heqi dhe do t'i ndigjojmë, do t'a ndigjojmë këshillën. Po mirë, çfarë flisni ju të dy gjithë kohën bashkë? Kanë marruar llafe. Kanë mbaruar? I shkoha qetësisë. I kemi marruar llafe. Ka raste që të tregon të njëjtën histori? E se herë. Vërtet, ë? Vjen në rast gjithmonë. Gjithmonë, ë? Këto llafe kemi. Ja thua ti për shembull ndonjëherë që Mjaft. ma ke thënë këtë. Ja, nuk e thë. Nuk ja thua. Ja, Ah. nuk e thë. Gatimi i preferuar i Shabanit. Fasole. Fasole. Vërtet, ë? Fasole ka patur? E kishte fiksim? I ka thënë doktori. Ka fasole. Ha fasole. Po mirë, po dakord. Kë ka patur ai ushqimin e preferuar? Që ti kur ziheshe me atë, Nuk zim kur. mama tani po 52 vite që jeni ju Nuk, ja. asnjëherë Ja, nuk jeni zënë? Ja, Po ndonjë mbetje hatri ka patur? fare. Jo, unë kam qenë po thuj mik në shtëpi. Ka që largurën. Hajde futemi tek shtëpia se kush e di sa kohë u bë që s'të shfut njëri tek shtëpia. Sotë? Jo, sot s'ma mëron dhe pse të ka ardhur njëri tu sot. Ja. Sot si kanë ardhur, se nga ditë tjera po. Të vinë për ditë, ë? E po mirë, shqyr, bro. Hajde. O, sa ngrot që nga këtu? Me sot me dru. Ja. Jo, Ti heq këpucët? Jo, mos i. Na, ti heq po apo të jo? brëna. Jo, mos Po i. të brëna se në makinë gjegjam. Mos i kërë. Ka shkelur balta ai, prandaj do t'i heqi. Thashu ty të rinjë ti prjashta. E edhe ti këtu. Po, unë do bëj kafën. Po, eja se dëna... Nuk do kafeve. Jo, nuk më pijet kafe, s'ka gjë. Nuk do një kafe. Jo, nuk dua kafe. Mos e vrit mendjen. Eja ulur ç'ke? Qika raki, qika. Në çik raki? Beja detin, po. E kam ngjyra. Me ngjyrë? Mirë, ma e pak raki ta provoj. Unë nuk e pi shabar rakin, po Jo. s'po ja prish qetin se... Shikyr që nuk e pi se nuk të hyn punë. Ti ke patur në një çik qef alkooli? Po, E ke patur qef, ë? kam pasur, ka qenë koha që unë ishe i detyruar ta kishe qef.
Kam një episod kështu, një ndodhi në atë kohë kur filluan këto firmat piramidale. Më thot njeri, ore ka hapë Rapush Xhaferi, tha një firmë, tha qonë, tha 10.000 lekë dhe merë 30, tha. Ky, mase, tha shumë. Rapush Xhaferi në atë kohë, më pristet e shkallët mua, se ishja në SMT, më pristet e shkallët, thoshte, do më japësh një kafe në karbonat? Dhe unë Pra njeriu që të thoshte ty do më japësh një kafe? Arriti që të shkonte deri këtu dhe unë kesha, thash unë nasim mënyrë dhe nuk qoj lekë të Rapush Xhaferi dhe sepse e kam njohur, thash unë, në këtë forum, po ja themi dhe. Edhe Rapush Xhaferi u bëti figurë kryesore në Lushnjë. Krijoi firma, u mblodhën shumë lekë. Jo shumë. Ty po ta lë këtë që e keme më shumë, mua pak sa të bëjnë çikzuar me ty. Se pastaj unë do ta përfundoj gjysmë tap intervistën. Po në atë kohë, ky personazh Rapush Xhaferi ishte ka pas nga firma Ka qenë shefi i llogarisë SMT-s. të SMT-s. Pastaj më vonë Ti nuk hodhe kur para tek firmat piramidale. nga fundi kam hedhur te populli. Sa para hodhe? Mban mend? Po rreth një 3 milion lekë, po. 3 milion lekë? Po në atë kohë kishja mundësitu, se unë punoja me traktor, edhe me traktor bash. Bëje para. Edhe unë mbas 3 muaj që ato i ka marrë atë lekë. More të gjitha. I ka marrë të gjitha. Pra ti nuk humbe asgjë. Nuk humba, po të tjerët humbën. Të tjerët humbe. Ata që futën më vonë, humbën. Po kur më thua që e kape nga fundi, kishte filluar ky mosbesimi i firmave piramidale? Ala në atë kohë nuk është filluar. Ala nuk është filluar. Po, në fillim, ata që futën në fillim, Po. më lodhën lekët, sepse ke një fjale Saliut që tha që lekët e shqiptarët janë të pastra, këtu vëshyën të tërë ata. Shitën shpijat, është në ti. Nuk qatë patën lek i grumbullon të Rapush Xhaferi dhe tek firma Bashkim Driza, populli. Çfarë tha bashkëshortja? Në atë kohë të fyenin në qoftë se nuk çoje lek. Çfarë thua? Po more, ç'a bën thoshin? Tani po të më pyesësh tani. Ju them unë atyre çfarë bën. Sepse e kalova atë cikël. Do të thënë arriti deri në atë pikë sa që ti ishe i çmenduri që nuk hidhje para aty. Po. Edhe ai më mbushi mendën se më dha lek mua. Më dha dy fishin. Fillimet e demokracisë, 93, 94, kur u shpërbën në bet bujësore, mora kishem çunin e mesëm këtu unë, sepse kishe marrë një ekspuls në Greqie dhe rrinte si mi këtu fshehur, edhe thoshte, nuk vete do të se më fusin burg atje. Edhe mbollëm sa grurne. Bëm një 600.000 grur, po nuk e tregtonje dot. Nuk e tregtonje dot. Nuk e merrte kush. Nuk e merrte kush, se duhet ishte koordinatori i shtetit që ta bënte një rregullim të tillë, që duhet ta rregullonte këtë. Vinin ata e merrshin me 20.000 lekë intakin e grurit. Pastaj u tërhoqja sepse shpenzimet nuk përballohen dot në bujësi. Prandaj edhe ai që ka mirë. Kështu që ti ja kupton atij që nuk e punon tokën, por ama dhimbja është aty. Dhimbja është e madhe. Pse jemi hileqarë Shaban? Nga natyra, ne jemi rritur, ne jemi në një sistem, u rritëm në një sistem tjetër. Në atë sistem, po të mos ishe hileqar, do ishe i drejt për drejt në punë. Edhe do vunje shumë. Edhe i mësoj jeta që t'jen hileqar. Ky drejti, di sa pension merr? Sa i doli? Sa i doli? 122.000. 20 vjetë punë. Edhe punë shteti. Po ati hileqarit? Ati ka dalë 3-400. Ti vetë ke bërë ndonjëherë hile? Jo. Jam munduar që t'jem, nuk e kam, po nuk ditë të gënjesh, nuk mund bësh hile.
I gëzuar me të mirat. Po unë thash do t'i plotësoj dëshirat deri në fund. Faleminderit. Për këtë e ngre me të. Për ju që keni ardhur, këtu. për miqësinë. Mirë, po unë ta ngre për Eglin me që më njohë me të. Faleminderit. Rrofshi. Ju rrofshit. Çfarë raki është kjo? Kjo është raki rrushi. Cila ka qenë faza më e vështirë për ty e jetës? Vdes babaj, në moshën 11 vjeç, unë kam qenë në klasë 4. Pastaj ngeli dhe vllai dhe motra dhe unë. Në atë kohë nuk ishim në i farë mbështetje, kështu, se Në çfarë viti bëhet fjalë 11 vjeç? 60. Në 60. Si ishte 60 këtu në Karabastar? E pe shumë të bukur sot, Po. po shtëpia më e bukur ka qenë me kallemat, lyer me dhe me balë nga jashtë dhe të mbuluar me kasht. Kanë qenë gjithsej në Karabastar 3 shtëpi të mbuluara me tegulla. Ti 11 vjeç, vitet 60, babai nga se vdiq? Ceroz në Mulqi. Ceroz në Mulqi. Ceroz në Mulqi. Pinte apo Jo, fare? ka qenë punëtor. Thoshim ata që i njihnin. Patjetër, po. Vitin e parë, mbasi iku babai, nuk e ndihem shumë, sepse kishte lënë diçka, kurse më pasaj e ndihem. E ndihem se që edhe shkëputje nga Bashkimi Sovjetik, që nuk ishe bukë të hanje në atë kohë. Si e ndjeve? Më thuaj një ditë për shumë që ti e mban mend. Unë nuk ishe bukë të hanje. Dhe më thot, i thot asaj nusës Gjajs, i thot njeri këtu një Hasan Buzi, do veten fjerë, thot, tek një mik i Joni, një Kosovar që kisha ardhur nga Kosova këtu, po iku në Hamil të Fjerit, një Farasim Sula, edhe do vetet të marrë misër, tha, të Rasimi, tha. Kadane kanë quajtur plakën e madhe, tha, po pastaj, tha. Ma jep qoni, tha, të marri, tha, dhe ai një 10 kile misër, tha. Unë ishe 11 vjeç në të kohë. 11 vjet, kam vajtur në kam në Hamil të Fjerit, dhe kam ardhur në kam. Se mjeti më i shpejt këtu ka qenë i karroc kali, një farmarinda malja. Sa orë të dashur? Një ditë. Në kam. E ke bërë në këmbë një ditë? Po, me edhe me misër pulis. Edhe kur kam ardhur nga Fjeri, nuk kam marrë 11 kile. Kam marrë 19 kile. Kishe fut dhe një bukë ajo e shoqja Rasimit brenda, të bërë gati, të mbledhur me një napë, dhe e kishe futur në misit dhe i qik djath. Kishe një palo pinga lastiku, jo këpuc, se i kishem për mik ato pingat e lastiku. I marrë ato, i kam lidhur, e hodha një para një mbrapa, thesin kurris, dhe në përbaltet, në përkënetet, kam dali, thoshim, Gryke Sokakut Kosovaret këtu me. Diri atje u dërzova pësaj, diri atje të Gryke Sokakut, se kështë një ditë qecja. Në Fjerë, kaluam lumin e Semanit, në Kem, erdhëm shpi, më thot mua më prit këtu, thot e Hasani, se do vita marun misri, tha. Po, ndjenja një qik, edhe nuk e mendova se do në vinde me, sepse dhe aji ishte i qik i madh, edhe shumë i lodhur. Nisem në Kam, më del për para, i më merë, pasaj më shoqëron deri këtu në shpi, po të këtu në shpi, për shumë nuk mund të vinje kështu drejtë si që erdhë jo, se ka qenë një shtrat lumi këtu. Në shtëpi kishit vetëm ato misër? Vetëm ato misër. 19 kile misër, por nuk do t'i hanje bukë ato. Po si do t'i bëjë? Do t'i bëjnje me lakra. Si me lakra? Me hisu. Me hisu, me sendet tjera, me presha, me gjera kështu. Edhe do t'i bëjnje, t'i gatonje atë mielli me pak miell. Edhe e pikjen në qerep, se s'kishe furë me to. Si të bësh pispili, si të bësh... Po. Këto misrat që more, 19 kile, me çaj pagova? Kishim i qik lek. Nga babai që ju kishte lënë? Po, kishim i qik lek. Bile aji mua nuk mi mori lek të aji. Nuk ti mori lek? Aji miku nuk mi mori lek, Rasimi. Tha, jo kanë falur juve, tha. Nuk o ndjeva mirë, po jeta ishte shumë e vështirë në atë kohë për me. Tha shumë, jo marë, tha shumë se do, më ka thënë, tha shumë, në lekti, tha shumë. Jo, tha, nuk t'i marë, tha.
Me sa lek kishe me vete, kur e nisë? Kishem 3.000 lek. 3.000 lek. 3.000 lek ishem tërë. Të vjen keq që nuk e ke shijuar fëmirin? Jo. Të keq, pa tjetër vjen. Por nuk mund ta quaj fëmiri i sotun për shkakun që ai i ke los me lek. Se nuk është fëmiri. Në atë kohë ishte një këshill që thoshte mos e vih tjetrin. Se po e vodhe hështe të fusin në burg. Dhe burgu ishte shumë i frikshëm. Në atë kohë. Një polic ka pasur zona jo në atë kohë. Edhe e bënde zap. Tani verë një brigat policësh nuk i vetë do të në rrugme. Po me këto, se tani, dëgjova që u bë këtu në zonën e Divjakës kjo loja online. Që linim firma piramidale online. Po, kanë lënë me xhaleka aty. Kanë lënë dhe aty lekë. Kanë lënë. Po nuk u thati ju që e kishit kaluar vetë në Mikuris? Shpyti njëri. Kush të pyeste? Po frikë keni këtu për faktin që jeni vetëm? Jo. Nuk kemi frikë. S'keni frikë? S'na ka bezdes. Okej, kjo është e rëndësishme. Jo. Është shumë e rëndësishme, bile na respektojnë. Nuk e. Nuk kemi qenë agresiv me këta komshit. Jo mirë, po nga që si do që tjetë moshuar vetëm. Një ditë si për humor ishin dy çunat vejr kështu. Edhe hynë tek shtëpia e çunit madh. Ai Arturi kishte lënë një kaset Chelsea kështu. E marrin atë kasetën. Në thot, një tjetër thot, duhet i denoncosh, jo, i thash. Ata nuk i denoncoj për Chelsea, po duan u jap tjerë. Po, ata janë të vegjël sot, tashun, nuk e kuptojnë tashun zararin. Që nesër mund t'i ngelet një jetë. Kjo brumosja tashun, e të vënë i dorën pasurinë e tjetër. Po, unë nuk e. Edhe i kishtë thënë ai komshia, i kishtë thënë, tha Gjyshabane, tha që nuk... Po si do bëjmë, kishtë thënë që i dalim për para. Sepse... Se vetëm ta fëmijë ka ngelën. Ka ngelja 3-4 fëmijë, vetëm një familje që ka. Ju edhe ata s'doni t'i largoni? Jo. Më mirë të t'jenë ata fëmijë këtu se sa. T'jenë ata sepse do shkretohet. Nuk shë gjatje plot me fëmijë, me s'ka gjatë. Po, shkollën nëse do kishe bërë shkollën? Çfarë do kishe patur qef? Jo, Periudhë mekanike? Unë e kam mbaruar shkollën mekanike. E mbarove mekanike, në? E kam mbaruar natën në Lushnjë. Ikte me tren. Venja me tren dhe vinja. Dhe kur kam mbaruar shkollën mekanike, kam dalë mekanik me kategori 6. Edhe kisha të 3 çunat kur ka bërë shkollën. I kam pasur të rritur fëmijët në atë kohë dhe unë kam sakrifikuar, pavarësisht se i jam larg, kam vajtur në shkollë. E kam bërë të mesmen. Çfarë do kishe bërë ndryshe, Shaban? Jo, unë kam mundur, aq sa kam bërë, kam mundur dhe e kam menduar që kam bërë mirë. Tani, më mirë duhet ta bëjnë këta brezat, jam pas. Po e shoh dhe këta kanë ecë. Flisni ju të dy për vetmin? Jo, Nuk flisni? për momentin jo. E shmangni? E kemi shmahur. Sepse S'do në ta kujtoj me atë. drejta saj ne jemi, por sa do jemi të dy, do jemi të fortë kështu si jemi. Unë nuk kënaqa shumë që ju takova. Edhe unë ju falenderoj për gjithçka. Pa mas. Dhe më vjen shumë mirë që ju njoha. Që e këtë çunat Kështu që jemi çunat mirë, ë? Shumë. Bravo. Faleminderit. Si gjithmonë ka njerëz edhe të mirë. Të tre. Ka dhe të Luma mirë. nën që u ka. Po duhet të bësh dallimin, duhet luftosh për shembull edhe me atë të keqin, sepse nuk vlen ti kthehesh me të keqin. Për ta mbyllur në bashk, Shaban, bisedën. Çfarë ti pa çka, mua më dukesh njëri ëndrimtar, ë? Je pak ëndrimtar. Ose ke patur ëndër? Kam pas ëndra, Po pse tani s'ke më asgjë? Po bashkë nga bashkë E shumë. iku. E shuan mosha. Ke një ëndër kështu?
që mund të ketë mbetur? Jo, çdo gjë unë e kam realizuar. Çdo gjë e realizova. Çdo gjë që unë kërkoja e bëja. Ose gjëja më me mend që të kanë dhënë ty si këshill kur ke qenë i vogël. Mos vjedh. Vjedhja. Vetëm vjedhjen, edhe këtë ja kam predikuar fëmijëve që nuk duhet vjedhjen. Nuk blen. Ju falenderoj shumë që u takova. Faleminderit juve. Të nderuar. Do ta provoj pak mjaltin tënd. Mirë. Ndërkohë që unë mbyll këtë intervistën, ti më sjell pak mjalt. Ta provoj. Të nderuar dhe juve. Gëzuar që të gjithëve. Edhe juve gëzuar. Edhe ju uroj shumë shëndet. Faleminderit. Edhe t'jeni kështu të qeshur edhe me njerëzit që Të keni nderuar dhe ju afër, keni. dhe të gëzuar qofshi gjithmonë. Kornizën? Kush është? Kornizë i ndalë të dy. Shumë bukur. Po, e dua atë për ta mbyllur. Unë isha në këtë bisedë me Shabanin dhe prandaj jo më kot ju ftoj gjithmonë që të më shkruani. Siç e nisa ashtu dhe do ta mbyll intervistën. Më shkruani sa më shumë në rrjetet e mia sociale. Tek Florigjini, në kanalin e YouTube-it, mos harroni të bëni subscribe sepse kam nevojë për mbështetjen tuaj, po me këtë subscribe nuk mbështesni vetëm mua, po mbështesni edhe personazhet e mi dhe stafin tim për të vazhduar në rrugtimin. Dhe shpërndajeni këtë video për t'ia dërguar dikujt që vërtet ju do zemra. Dhe nëse njihni dikë, thjesht një mesazh larg për megjithëse janë mbushur shumë, kam një listë shumë të gjatë, po unë i shoh gjithmonë me shumë vëmendje me stafin e mrekullueshëm të Real People. Ju dua fort, shihemi në episodin e radhës gjithë mirë. Nëse të pëlqeu intervista, ndaje këtë video me miqtë e tu dhe mos haro, bëj subscribe në kanalin e YouTube-it Florigjini.